Nga në Abdul Malik ibn Marwanit, fillimisht ai nuk e shef që të del kundër Abdullah ibn Zubejrit, me gjitha ta, pasi që të bëhet khalife, ndryshojnë çështjet dhe fitnet e bojnë të vetë. Çka ndodhi në këtë histori dhe në këtë periudhë, pas vitit 65 deri te viti 73, që arrim të mbytet Abdullah ibn Zubejri. Abdul Malik ibn Marwani ka qenë i meqër dhe nuk e drejton ushtrin drejt Abdullah ibn Zubejrit në Mekë, po fillon që krasit flatrat Abdullah ibn Zubejrit, fillon të pushton, shkon vetë në Egjipt dhe pushton dhe e merr Egjiptin dhe e lën vllavin e atij Abdulaziz ibn Marwanin si mbikëqyrës administrator në Egjipt. Pastaj e drejton ushtrijën për në Irak. Në atë kohë Ubejdullah ibn Ziyadi pat hikën prej Irakit në Sham, Damas. Dhe në kohën kur pat hik, ato të cilët e tradhtun Husejnin tregum në Kufa, bin pishman. Edhe kjo a lëvizja e një ushtrisë që quhet e Tawabin, ushtria e të penduarve, ata që janë pendu pse se kanë ndihmu Husejnin. Pa ata zgjedhin komandant të tyre Sulejman ibn Surat dhe drejtojnë për Sham për të mbyt Ubejdullah ibn Ziyad. A i mbyt si që e mbyti kanë Husein, djalin Ali ibn Abi Talib. Në kohën kur përgatitet Sulejman ibn Surat për të drejtu në Medinë, del një lëvizje që është me rëndësi vetëm formalisht do të përmendi e Mukhtar ibn Abi Ubejd. Mukhtar ibn Ubejd fillimisht në Mekke, kur ka qenë izolum Abdullah ibn Zubejri, ka në Mekke për të shpëtu Abdullah ibn Zubejrin. Me gjitha ta njeri që ka lakmu në post, kur e shef se Abdullah ibn Zubejri nuk e ban komandant, të rejqet prej Mekkës dhe shkon në Kufa dhe pretendon se Muhammed, djali Ali ibn Abi Talib, që a quajt Muhammed ibn Hanefia, e ka dërgu në Kufe mu pregatit një ushtri dhe me jamorën Hakun Husein. Dhe kjo është kejtë rren iftira që e ka bo Muhammed ibn Hanefia. Pse ka shfrytzu këtë rast? Nga se Abdullah ibn Omeri dhe Abdullah ibn Abasi dhe Muhammed ibn Hanefia nuk ja kanë dhonë besatimin bejan Abdullah ibn Zubejri. Pra ata Abdullah ibn Zubejri, pas një kohë kur ta mburgos Muhammed ibn Hanefia, duke u frikë se Mukhtar ibn Abi Ubejd Thaqafi do ta shfrytëzon kartën e Muhammed ibn Hanefia, dërgon ai ushtri për ta shpëtu dhe ja ngjet Nil gallap të parë dhe thot kia është Mehdiu që ka para lajmëru pejgamberi Allahut se ka me dal. Muhammed ibn Hanefia, kia është Mehdiu, i pari që është emërtu si Mehdi, që nuk ka pajtu Muhammed ibn Hanefia, këta e ka shpik Mukhtar ibn Abi Ubejd. Mojnë men, për çka se për Mukhtar ibn Ubejdin ka paralajmëru pejgamberi Allahut në hadith që e transmeton Sahihul Muslim. Mukhtar ibn Abi Ubejd, kur drejtohet Sulejman ibn Surat për të mit Ubejdullah ibn Ziyadin, që e ka mbit Husejnin, nuk e len ushtar që shkojnë me ta, që i mos një jese lavdrata ati. Me gjitha ta, kjo lëvizja e ushtrisë së penduar kanë qenë nga fërsisht 4.000 vetë, kanë luftu me 20.000 vetë. Me gjitha ta, përfundon që mbitet Sulejman ibn Surat, edhe përfundon kjo çështje që ta shfrytëzon rastin Mukhtar ibn Abi Ubejd, që simpatizuesit e Sulejman ibn Suratit apo në veçanti të Husejnit i përfiton. Çka ban? E zën Omer ibn Saad ibn Waqqas dhe e mbyt. Dhe e mbyt gjithashtu Shemr ibn Dhi Gjushin, të cilët kanë bërë pjesë në miqen e Husejnit, dhe përfiton Ibrahim ibn Ashtar, i cili ka qenë luftëtar i ashpër që nuk ka pas shok si ai. Dhe Ibrahim ibn Ashtar arrit që në vitin 67 të Hijretit
në ditën Asharat, 10 Muharram, ditën e Ashurës, ta mit Ubejdullah ibn Ziyadin. Kur e mbit Ubejdullah ibn Ziyadin, Mukhtar ibn Abi Ubejd e shfrytëzon rastin që të rritë dhe të arrin qëllimin. Në këtë rast e dërgon Abdullah ibn Zubejri, administratorin e tij që e ka pas në Kufe, Mus'ab ibn Zubejrin, pasi që ndëgjon që Mukhtar ibn Ubejd pretendon se Gjibrili a.s. i vjen me wahy. E dërgon Mus'ab ibn Zubejrin dhe e mit Mukhtar ibn Abi Ubejd që të realizohet hadithi pejgamberit Allahut, që i ka thonë pejgamberi Allahut me një hadith që e transmeton Esmaja, vajza e pejgamberit Allahut, ka thonë e kam dëgju pejgamberin Allahut që i ka thonë inne fi Thaqif kadhaban wa mabira, në fisin Thaqif do të ketë një njeri rëncak dhe i dyti i cili zullumqar. I pari rëncak ka qenë Mukhtar ibn Abi Ubejd, i pari komandanti i shijave. Parimet e shijave të cilët janë bashkohor, kja është i pari që i ka shpik, me gjithata do t'i te kalojmë se që ka shpik. A i zullumqari aq Hajjaj ibn Yusuf e Thaqafi, që e kam bytën Abdullah ibn Zubejrin, pa kja është hadithi që i pejgamberi Allah thanë fisin Thaqif, një është rëncak, aja është Mukhtar ibn Abi Ubejd, me pajtimin e kejt ulemave, i diti me bir, aj që ka mu bo helar, zullumqari, aja është Hajjaj ibn Yusuf e Thaqafi.